Mi mbrëma të dashur miq dhe dëgjues e shikues të videove të mia. Këtë radhë dua të lexoj një kapitull të veçantë nga libri im i shkrime dhe kujtime, i cili titullohet Kapitull i vogël për Stavrin e Madh. Për kë është fjala? Për artistin e popullit të paharuarin Stavri Shkurti. Por, që të jemi shliruar shpirtërisht nga një dhimbje e rëndë e tronditëse që i ranë në ise 1998-ës, ta përjetoja e vuaja, ju lutem më lejoni të ndalem në këtë vit të mbrapsht e fatal, për të paharuar njeri e artist të madh Stavri Shkurtin, me një homash modest e gjithmonë borxhli ndaj tij. Shikoni 10 filma me Stavrin dhe njihni artistin e madh, që të mbetet në kujtesë me emrat e roleve aq të dashura e të interpretuara mjeshtërisht. Do jetë mundim i dështueshëm përpjekja për të bërë analiza e shpjegime të realizimeve filmike e skenike të Stavrit, sado dashamirës qoftë ky mundim. Sepse publiku, më tepër se vlerësime e komente të kritikës kinematografike, pëlqen prekjen e gjallë të artistit në rolin e tij të tipizuar, duke pakzuar me emrin e tij. Vetë artisti me këtë arritje i është bërthyer dhe paraqitur publikut kaq qartë e bindshëm sa lexohet e kuptohet hapur edhe posdite të lexosh. Unë ju them me bindje të gjithëve që e njohin këtë emër vetëm nga filmat apo televizori, që mos ju mbetet merak enigma e mosnjohjes të Stavrit njeri. Ai, artisti magjepës, me lëvizjet reale bindëse të tij, me një zë të plotë, melodios e të kumbushëm, me shikimin folës dhe hipnotizues, është vetë njeriu magjepës në jetën jashtë rolit. Po ta njihni dhe në jetë, do kuptonit serialin e pandashëm të këtij njeriu në rol dhe të rolit të ky njeri. Nuk më pëlqejnë paralelizmat me artistët e mëdhenj të filmave të Hollywoodit, të Francës, Italisë apo Anglisë, sepse secili ka të veçantën e vet të papërsëritshme e të pacënueshme, që e ka kthyer në simbol të adhuruar nga miliona njerëz në botë, por nuk e teproj as pak dhe nuk cënoj vendin e askujt, kur them se nëse Stavri lindi shqiptar dhe hierarkisja të shquhej në këtë vend të vogël të Ballkanit, të njëjtin fat të ngjashëm do pësonte dhe i madhi Chamberlain, po të ishte në vend të tij. Dhe e kundërta do ndodhte me siguri me Stavrin. Janë fate njerëzish të talentuar, të vënë në piedestal padrejtisht, të distancuara nga njëra tjetra, që sado të thrasë çirem, nuk mund t'ju jap lartësinë e merituar. E megjithatë, piedestali i Stavrit nuk mund të arrihet kurse vetëm e vetëm se je artist filmash, vetëm e vetëm se dikush me fuqinë e pozitës apo të penës, të paqenat i kthen në vlera dhe vlerat në hynizim. Unë prisja që pena shqiptare të mburej e skaliste pavdeksisht Stavri Shkurtin, këtë legjendar të skenës dhe filmit shqiptar. Por s'ka gjë, se këtë skalitje e njëkohësish shtim vlerash të kombit shqiptar e ka bërë 100.000 herë më fuqishëm me madhështinë e personalitetit të vet në art, vetë ky emër i paharuar. Janë fate të ralla në jetë, prekja e idhujve, shikimi fiziku të tyre, dëgjimi i zërit të tyre, e ndjera e frymëmarrjes së tyre. Kur kjo ndodh para arritjes së famës dhe vazhdon bashkë me të, kupton më mirë njerëzorin tek idhulli dhe idhullin tek njerëzorja. Dhe kështu vazhdon të bashkëjetosh e shijosh pandashmërisht këtë njeri idhull dhe idhull njeri. Si t'ja u sjell më afër, miq të dashur, që qoftë sadopak ta ndjeni veten në shoqërinë e Stavrit, ndonse di që pastaj s'do më lini t'ju shkëputz prej tij. Një salë shikohej në zonja nga qyteti dhe mirat panjohur e bën mik në shoqërinë e tyre, në familjet e tyre. E ky salë u bë salë se e bëri të tillë vetëm një, që mund ta bënte të tillë e që ka vetëm një emër e mbiemër,
Stavri Shkurti. Talenti i tij ndonse u imponua në realizim rolesh pozitive, të lartësuara prej tij në tempullin e artit shqiptar, ishte përtej kornizave e skemave standarde, e shablone të realizmit socialist. Aty ku mundi të interpretonte të keqen njerëzore, nga vetë urrejtja që kishte për të, e realizonte akoma më bindshëm për ta bërë më të uryeshme e të papranueshme në jetë. A e dini se që ndodhi një drame në kohën e censurës së krimtarisë? Arriti deri në provën e saj generale, për të marrë aprovimin e shfaqjes në publik nga i famshmi Komision Censural. Pra, ishin bërë gjithë shpenzimet e skenës e të garderobës së aktorëve, gjithë përpjekjet për realizimin e roleve dhe mjaftonte një tundje koke aprovuese e komisionit për të filluar shitja e biletave. Të gjitha këto mbetën të kyçura brenda godinës së theatrit, me vërejtjet e sugjerimet e komisionit për riparime e arnosje të personazheve, vetëm se roli negativ ishte më i realizuar në skenë. Nga kush? Do pyesni ju, e përgjigja dihet tashmë, nga i paarritshmi Stavri Shkurti. Sipas mendjes së ndritur për së mbrapshtit të komisionit, duhet të bëjë diçka për të venitur negativi dhe shquar pozitivi. Shkrimtarja u ndodh para një absurditeti sa naif e mediokër, aq dhe shkatërrues të vlerave krijuese të dramës. U shfaq një stavër që e konkretizoi në skenën në mënyrën më realiste e autentike me kohën naziste, rolin e Gjermanit në një kamp përqendrimi dhe një komision që, hipnotizuar nga ky realizim, u frikësua mos binin vlerat e herojt të famshëm pozitiv, ndosë në fund ky hero triumfonte. Një ngatërim i vlerave interpretuese me vlerat e dramës që mund ta bënte vetëm një mendje e skematizuar dhe programuar sipas kodeve antivlerë të partisë shtet. Me kaq të dashur miq, drama u kthye në dosje për të mos u hapur më dhe aktorët vazhduan provat për një dramë tjetër bashkë me ankthin e fatit të saj. Fatkeqësisht, në pamundësi mjete zgjirimi, mbetën vetëm arshivës së shkruar të teatrit dhe stradës, si dhe kujtesës së spektatorëve, dhjetra drama shqiptare të huaja, komedira dhe humore që mbushin me kënaqësi e kulturë, me gaz dhe optimizëm, hapësirën shlosje të njerëzve. Stavri nuk është vetëm artist i zonjës nga qyteti, i mysafirit, i njeriut me top, i ilegalëve, përballimit e dhjetra filmave të tjerë. Stavri nuk është vetëm aktori i Hijeve të natës, i natës 12 të Shakespeare-it, i 3 të Shtënave Pushke, i Maromokrës e dhjetra realizimeve skenike në teatr. Stavri është dhe burimi i humorit e të qeshurës me gjithë shpirt në sajsa skeqe parodira të estradës së Korçës. Është në nderin e historikut të estradës, skalitja e plejadës së humoristëve korçar që lanë nam në gjithë skenat e vendit me humorin e shpirtit dhe shpirtin e humorit korçar. Ishte kënaqësi dhe obligimi Stavrit të ndodhe interpretonte me Dimitra Melen, Spiro Karanxhën, Vaskë Çeçen e dhjetra humoristë të talentuar të estradës së Korçës. Ishte kënaqësi dhe obligimi Stavrit të ndodhe interpretonte me Dhor Korgockën, Pandi Raidhin, Dimitra Gjorgockën, Thimi Filipin, Dimitër Trajçen, Vani Trakon, Jani Rizën, Klaudetan, Bratkon, Serbon e dhjetra aktor të talentuar të teatrit të Korçës. Ishte kënaqësi dhe obligimi Stavrit të ndodhe interpretonte me Sulejman Pitarkën, Sander Prosin, Violeta Manushin, Thimi Filipin, Rikard Larjen, Bujar Lakon e dhjetra artistë të talentuar të kinematografisë shqiptare. Besoj se njëta kënaqësi dhe obligimi ishte për të gjithë këta hollywoodianë shqiptarë të ndodheshin dhe interpretonin me fituesin e Oscarit shqiptar Stavri Shkurtin. Stavri jetoi me rolet më shumë se me vetveten. Apo mos vallë për masat e vetvetes u bën katalizator rritës i përmasave të roleve? Besoj po. Për të mos ju lodhur më gjatë, do ta vazhdoj në një video tjetër. Vazhdimin e këtij kapitulli për Stavri Shkurtin. Faleminderit për vëmendjen, kaloshi bukur.